Kuptimi I shkronjave në pashaport. Kur keni marrë apelas apo ekspuls, më poshtë po shpjegoj kuptimin e shkronjave që vendosen në pashaport. Shkronja A. Pa mjet identifikimi të vlefshëm. Shkronja B. Me mjet identifikimi udhëtimi fallco. Shkronja S. Pa vizë të vlefshme ose të një leje qëndrimi të vlefshme. Shkronja D. Me vizë ose leje qëndrimi fallco. Shkronja E. Pa dokumentacionin e nevojshëm që vërteton qëllimin e udhëtimit dhe kushtet e qëndrimit. Shkronja F. Ka qëndruar më shumë se 3 muaj në 6 muajt e fundit në territorin e zonës Schengen. Shkronja G. Pa mjetet e nevojshme jetese në lidhje me periudhën dhe kushtet e qëndrimit dhe për mjetet e nevojshme për t'u kthyer në vendin e origjinës. Shkronja H. Është sinjalizuar në regjistrin e shtetit ku po hyn ose në sistemin SIS. Shkronja I. Konsiderohet I rrezikshëm për rendin dhe sigurinë publike të brendshme. Studio jon ligjore garanton kërkesë e suksesshme për verifikimin dhe heqjen e ekspulsit apo apelasit drejtuar autoriteteve të shteteve të zonës Schengen sipas parashikimeve ligjore të rregullores së BE për sistemi SIS. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit ose rezervoni takim pranë